Vendi vakant në Ministrinë e Shëndetësisë do të plotësohet nga kuadro i ASH-s, por që mbetën në Vlenë. Televizioni 21 nga burime jo zyrtare mëson se Azir Aliu është emri që përflitet për ministër të Shëndetësisë. E kontaktuan përmes telefonit, por nuk deshi të jep shumë detaje. Ende nuk ka asgjë zyrtare, nuk mund të pohoj, por as nuk mund të mohoj, që do të emrohem ministër i Shëndetësisë. Nuk dua të shpërqendroj opinionin, ditëve në vijim do të ketë konfirmim. Aliu është njëri nga figurat që nuk shkuan pas Arben Taravarit, i cili vendosi të largohet nga qeveria. Aliu është shprehur se ndjekja e rrugës së Taravarit dhe tërheqja në këtë moment do të nënkuptonte vetëm dhënien e hapësirës ndaj, siç i quajti ai, strukturave të vjetra të BDI-s për rehabilitim. Azir Aliu u pa në fotografinë e përbashkët nga takimi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, kur ishte edhe zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetaj, që po ashtu vendosi të qëndrojë në qeveri dhe të mos e ndjek Taravarin. Duke mos u pajtuar me këto zhvillime që po ndodhin, ndorheqje nga mandati dha edhe deputeti ASH Salim Sulejmani. Afrimi me BDI në prag të zgjedhjeve lokale ka sjellë një devijim të rëndë nga parimet me të cilat ishim angazhuar. Ky bashkëpunim politik është një shkelje e premtimeve tona dhe e përfaqësimit që qytetarët shqiptar meritojnë. Ky veprim për mua është i papranueshëm, pasi nuk mund të jem pjesë e një aleance që bëhet për arsye të interesave të ngushta politike e me njerëz të përmendur në listat e zeza ndërkombëtare për përfshirje në afera të rënda. Dorëheqja e Sulejmanit i lëshon vendin emri tjetër në listën garuese, e që është Valbona Adile Emini, pjesë e lëvizjes Besa të koalicionit Vlenë. Kjo e rrezikon ASH-n e Taravarit që të mos mund të formojë grup parlamentar, pasi mbeten vetëm me 4 deputet, nga 5 sa duhet të ketë minimumi për formimin e një grupi parlamentar.